Jemi të urdhruar t'i pohojmë, t'i pranojmë dhe t'i besojmë emrat dhe cilësitë e Allahut, ashtu si janë në Kur'an dhe si janë në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa bërë asnjë shtrembrim në to. Se ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha." Do të thënë Allahut i takojnë emrat e bukur dhe me këta emra luteni atë. "Wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i." Dhe braktisni ata të cilët i mohojnë emrat e tij. Se ju gjëzëune ma kanu ja'melun. Ata, do të thënë, do të shpërblehen ose do të dënohen për atë që kanë vepruar. Dhe mohimi ose ilhad, do të thënë, shtrembrimi të emrat e Allahut, ka mundësi të ketë në një prej 4 aspekteve. Ose është, do të thënë, shtrembrim i fjalës, do të thotë duke i shtuar një shkronjë fjalës ose duke i hequr një shkronjë. Pra sikur kanë thonë istewa, është isteula, ose duke ndryshuar kuptimin. Do të thonë duke i dhënë një fjale, kuptim të një fjale tjetër. Si kanë thonë dorë, do të thotë fuqi, pra shtrembrim i kuptimit. Ose ta'til, që do të thotë mohim, pra ose zbrazje e kuptimit. Do të thonë, themi se Allahu ka mëshirë, mirë po fjala mëshirë nuk ka asnjë kuptim. Do të kështu thonë disa prej grupeve të devijuara. Tjetra formë e shtrembrimit është përngjasimi. Do të thonë ose përpara kësaj përshkrimi. Do thotë që të thotë dikush se Allahu është i larti ose Allahu qëndron mbi arsh dhe qëndrimi mbi arsh është kështu e kështu. Do të thonë ky është përshkrim i cilësisë dhe tregim i formës ose mënyrës, dhe kjo është, do thotë, devijim në këtë temë, në tauhidin e emrave dhe cilësive. Dhe selefët kur e kanë mohu këtë përshkrimin, e kanë mohuar, do të thonë, formën ose mënyrën, e kanë mohuar diturinë tonë për formën ose mënyrën. Jo se nuk ekziston formë ose mënyrë në të cilën është ajo cilësi. Do të thënë ka një formë dhe ka një mënyrë si qëndron Allahu mbi arsh ose si zbret në qiellin e tokës, ka. Mirë po, atë mënyrë e di Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ne nuk na i ka shpallur. Prandaj ka thënë Imam Maliku el-istiwa'u ma'lum, do të thënë qëndrimi mbi arsh është i njohur. E kuptojmë se çka do të thotë. Wal kayfu majhul, kurse si është e panjohur. Do të thënë nuk e dim. Ne nuk e dim, jo se nuk ka asnjë mënyrë. Dhe këtu selefët do thotë kanë mohuar dëshirën për ta njohur mënyrën e cilësive të Allahut. Thotë duhet ta kemi parasysh se ne e njohim Allahun vetëm ashtu si na ka shpallur ai. Nuk ka tjetër mënyrë për të arritur në njohjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj gjithashtu nëse kthehemi prapë te dhikri, kur robi çdo mëngjes dhe mbrëmje e thot ajetul kursi. Edhe mas secilit namaz e thot ajetul kursi. Ndoshta e thot edhe në raste të tjera, ndoshta e thot edhe brenda namazit, domethënë shumë herë. Edhe kalon te fjala që thot wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Domethënë njerëzit nuk mund të arrijnë asgjë prej diturisë së Allahut përveç atë që do ai. Domethënë veç atë dituri që ka dashur Allahu ne ta dim, atë na ka shpallur. Edhe me atë e njohim Allahun dhe me atë dituri e adhurojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kurse hulumtimi se si është kjo, si ka ardhur, si ka shkuar, ose si qëndron Allahu mbi arsh, ose si krijon, ose si mëshiron e kështu me radhë, do të thonë ajo është në diturinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pa përngjasim. Do të thonë forma tjetër e devijimit ose shtrembrimit të emrave dhe cilësive të Allahut është përngjasimi. E para, përshkrimi është më e përgjithshme. Do të thënë, pra kur thot dikush, nëse e marrim themi kjo tavolinë ka këtë formë, këtë ngjyrë kështu me radhë, ky është përshkrim. Kurse kur themi kjo tavolinë është njësoj si kjo tavolinë, atëherë kjo është përngjasim. Prandaj kur flasim për Allahun subhanahu wa ta'ala, nuk lejohet as përshkrimi,
përveç asaj për cilën ka argument në Kur'an ose në Sunet, dhe nuk lejohet as përngjasimi. Është e qartë se Allahu ka thënë lejse kemi të lihi shay'un. Do të thonë se Allahu nuk është asgjë. Dhe Allahu i ka pohuar cilësitë, wa huwa as-sami'ul basir. Dhe ai ka, do të thonë, shikim dhe dëgjim, që janë cilësitë të Allahut. Mirë po nuk i përngjet në ato askush. Prandaj nëse thot dikush dëgjimi i Allahut është si dëgjimi ynë, ose shikimi i Allahut si shikimi ynë, ose qëndrimi i Allahut është mbi arsh si qëndron njeriu mbi fronin do të thonë si qëndron mbreti mbi fronin e kështu me radhë. Do thotë gjitha këto janë mohim edhe shtrembrim i emrave dhe cilësive të Allahut. Kurse Ahlus Sunna wal Jamaa i besojnë emrave dhe cilësive të Allahut ashtu si janë përmendur në Kur'an, si ka thënë Imam Ahmedi, la natajawazul Qur'ana was Sunna, dhe nuk e tejkalojmë Kur'anin dhe Sunetin. I besojmë ashtu si kanë ardhur me kuptime të qarta, kuptimi, do me thënia është e qartë, dhe nuk e shtrembrojmë as fjalën as kuptimin, nuk e mohojmë do me thënien dhe nuk e zbrazim fjalën prej kuptimit, gjithashtu nuk e përshkruajmë cilësinë dhe nuk e përngjasojmë ose nuk e krahasojmë. Ky është kuptimi i saktë. Nëse ka diçka, do të thënë mohim në këto ose shtrembrim në këto katër çështje ose katër kategori, do të thënë ky është mohim i tauhidit. Mohim i emrave dhe cilësive të Allahut dhe mohim plotësisht i tauhidit, dhe mohim i besimit në Allahun subhanahu wa ta'ala.